Bashkia Pogradec në bashkëpunim me Bashkinë Maliq dhe shoqatën kombëtare Beslidhja Gorare kanë ndërmarrë nismën për shpalljen e valles Gorarçe si trashëgimi kulturore jo materiale. Aplikimi është dorëzuar pranë Ministrisë së Kulturës dhe tashmë pritet vendimi përfundimtar i këtij institucioni. Krajina e Gorës është një krajinë me vlera të mëdha historike dhe kulturore, folklorike dhe etnografike, dhe një ndër to është dhe Valja Gorare. Valja Gorare është një nga vlerat më të mira të kësaj krajine dhe Bashkia Pogradec në bashkëpunim dhe me Bashkinë Maliq, me organizatat patriotike të Gorës, por edhe sidomos me nismën e zotit Koçi Tahiri, ka bërë një korrespondencë të vazhdueshme me institucionet si Ministria e Kulturës, Akademia e Shkencave, Instituti i Folklorit dhe institucionet e tjera për ta futur këtë valle në trashëgiminë kulturore jo materiale. Sipas Gushos, Bashkia Pogradec ka kryer investime që kanë në fokus zhvillimin e turizmit në këtë zonë, teksa transmetimi i këtyre vlerave tek brezat e rinj mbetet një prioritet. Vëmendja e bashkisë do të jetë akoma edhe më tepër në të ardhmen për të investuar më tepër në këtë krajinë, por njëkohësisht dhe për të transmetuar të rinjve vlerat e tyre, të cilët jo pak herë në këto gjitha aktivitetet të rinjt kanë qenë potenciali më i madh dhe në pjesëmarrje më të madhe në këto evente. Valja Gorarçe është një valle tradicionale burash, e njohur për lëvizjet virtuoze dhe simbolikën trimërore, e cila historikisht ka qenë vallja kryesore në dasmat e zonës së Gorës. Nisma synon jo vetëm mbrojtjen e saj si pasuri kulturore, por edhe dokumentimin e veshjeve dhe elementeve të tjera tradicionale përmes krijimit të një arkivi kulturor.